Ditët e fundit të këtij viti I kanë bërë qytetarët të rendi në tregjet e qytetit për të bërë blerjet e tryezës së fundvitit. Ashtu sikurse tradita kërkon edhe këtë vit në tryezat e vlonjatëve nuk do të mungojë gjeli I detit. Qytetarët edhe pse me mundësi të vogla ekonomike do t'i shkundin xhepat e do të blejnë një të tillë. Në të ashtu quajturin treg të qytetit të Vlorës ose më saktësisht në trotuarin e kthyer si të tillë, pranë rrugës së re, qytetarët kanë zgjedhur gjelin. Kilogrami për gjelin e gjallë shkon nga 600 deri në 700 lek, ndërsa pula deri në 750 lek për kilogram. Për shumë qytetarë të Vlorës, çmimet janë pothuajse të papërballueshme dhe goxha të kripura, ndërsa mundësitë që tryezës së fundvitit të mos I mungojë asgjë janë të pakta. Ja si shprehen ata për televizionin real. Po s'kam bler akoma, po ka njerëz që se përballojnë. Po kushtet e tregtimit janë për I bret me trotuarit që ti kalon aty me fëmijë me kalamaj, ai shet pulat e detit, gjelat. Nuk e ka vler. Në treg për mi fill për tash për baktin, tash për pulat, tash për. Jetë një mundi caktuar për gjën e gjallë, për pistë që dy jaja. Akoma, se s'kam. Më kanë thënë që 7.000 lek. Më kanë thënë që 7, po nuk e di. Është 7, është më shumë se di. As jam nisur fare. Në fund të shoh, në më dar do marr, nëse më dar nuk marr. Po janë shtetë o keqë të tjerë. Po t'ishte një vend tjetër. Ja, këtu shiten domate, shiten çdo gjë. Shumë keq. Shumë keq. Këto duhet ishin në një vend të caktuar. Kjo vati 35.000. Kish pazari që bëhet për pulat vite. Aktualisht rruga e re e qytetit të Vlorës është kthyer në një treg të mirëfillt, ndërsa në trotuare vendosen gjela, pula e qytetarët të interesuar për t'i blerë. Situata përsëritet çdo vit, ndërsa patrullimi I policisë bashkiake ngelet jo efektiv.